Mungesa e fuqisë blerëse dhe kushtet e vështira të punës po e çojnë tregun e Çoles drejt falimentimit. Edhe numri i tregtarëve është reduktuar ndjeshëm. Vetë ata pranojnë se situata është shumë e vështirë. Kushtet e rënda në të cilat punojnë çdo ditë kanë detyruar një pjesë të tregtarëve të largohen, ndërsa në treg mungojnë edhe kushtet minimale për ushtrimin e aktivitetit. Tualetet nuk kanë ekzistuar asnjëherë, ndërsa tendat mbrojtëse nga rreshjet e shiut janë dëmtuar plotësisht. Problem mbetet edhe mungesa e fuqisë blerëse, çka po i shtyn edhe ata pak tregtar që kanë mbetur ta shohin me pesimizëm të ardhmen e tyre. Ndimën është çik vështirë. Ka ardhur më ndryshe. As të mira, as të liga. Ja nuk kam shumë ndjenjë, s'kam ndjenjë. Situata është e vështirë. Blerje, siç e shikoni, është shumë keq. Shumë pak se tani malli është në sezoni i tillë që është malli shumë i shtrenjtë dhe nuk ka fuqi blerëse më. Kushtet e tregut, shikojeni, sikur jemi akoma në mesjet, ja kështu i bie. Fjalë të mira ka thënë ajo, kryetare bashkisë, të shkojmë çfarë do bëjmë. Premtim na janë dhënë, ka ardhi, ka pari, ka bërë, do vë dorta, shikojmë, zero, shumë keq. Tani këtu si që është bërë rinja ka ikur, ka mbetur vetëm moshë e tretë, ata nuk janë konsumatorë. Për zero fare. Deri tash i kam bërë 500 lekja. Sa mori njëra 500 lekë qepa, s'kilen se beri tamam. S'ka punë. Tregtarët u larguan. Popullsia i ku fare, e si që shikon vendi shkret gjatë ditës. Kushtet s'kan dalë fare, kushtet shikojë njëri që nga gabinat që janë. Si e vitria që rrinin njërë me një kohë kanaleve dhe lumejve. Ashtu është këtu. Jo fare, ka marrë privati tonë edhe parat e privati janë. Në tregun e Çoles ishte paralajmëruar se do të zhvendosej një pjesë e tregtarëve nga tregu i madh për shkak të rikonstruksionit të këtij të fundit, por kushtet aktuale në tregun e Çoles janë tepër të vështira, duke vënë në pikpyetje vazhdimsinë e funksionimit të tij.